Ndërkohë, njerëzit kyç që kanë bashkëpunuar dhe kanë ndihmuar bankersin të shmang detyrimet ndaj shtetit. Cilët janë? Kemi emra se thuhet ndonjëherë në median perëndimore, nderuar televizikues, se popullatës toni thuhet shpesh që është vështirë të flasim me emra. Media duhet të flasë me emra dhe me mbiemra. Përndryshe pastaj bëhet akademi. Ne ngrejmë një akademi këtu, shkollu, edhe themi teorira. Ola? Po, të gjithë ministrat përgjigjës njëherë për kontratën koncesionare, për monitorimin e kontratës koncesionare, që janë ministrat e infrastrukturës dhe energjisë, që kanë patur fushën e energjisë. Ministrat e financave, se pa tjetër drejtorët e tatimeve, hetimi tatimor, çfarë ka bërë deri më sot që pa pritur? Shteti i pari, domethënë qeveria. Shteti po kryeministrat kanë njerëz të mençur dhe të ditur. Por pyetja që ju shtruat pak më parë, nëse mund të them po patjetër. Që sa mundësi ka shteti shqiptar që të gjejë paratë. Di çfarë ndodhi në dhjetor të vitit 2025? Ajo gjoba e famshme 120 milion euro, pra 90 milion euro e gjoba dhe 30 milion euro detyrimi që kishte kaq vite që nuk kërkonte drejtoria e doganave që ta vilte, dhe pasi shkoi spaku Ministrisë së Financave te dera, atëherë u firmos dhe urdhri që shko vileni, shkoi drejtoria e përgjithshme e doganave që të merrte paratë dhe nuk gjeti asgjë në llogaritë e Bankersit sepse i mban në Vjenë. Dhe në Vjenë nuk ka jurisdiksion për të bllokuar dhe sekuestruar llogaritë bankare të Bankersit. Atëherë çfarë bëri? Shkoi dhe bllokoi puset e naftës dhe nxjerrjen e naftës nga nën toka. Dhe Bankers shkoi në gjykatë dhe mbylli punën në gjykatë. Pra, aty është një thes i madh sa të gjithë janë përzier, edhe drejtësia, edhe qeveria, edhe ata që kanë monitoruar kontratën, edhe ata që janë kompani të mëdha. Pra, Bankersi është një nga autorët e kompanive më të mëdha që janë sot në fushën e naftës dhe në fushën e ndërtimit. Unë e kam padur shumë herët këtë në emisionin tim, shumë vite më parë, një televizion tjetër që s'duhet tani të them me kështu gjërash. Po me njëru paraqitin aty këta dhe diçka bën të rëndësishme, dozën domethënë nuk e di se ne bëjmë një emision me regjizorin tim që kishte unë aty, Artan Ramën e gjithë dhe me ekipin investigues, bëjmë një emision shumë të mirë. Ishte te ekipi që kishin futur këta baton, morën në fondacion asa që quaj bordin, futën edhe Wesley Clarkun. Ai bombat do jodhin në Kosovë këte. Po ishte paratë e bombave ja paguanin këtu me bordin e këtyre gjitha dhe unë e mora gjerësisht atë gjë aty dhe pastaj ata ndryn fuqishëm deri aty. Po ja tani për shembull në këtë moment mua më shkruajnë se regjia nxori kinezin dhe këtë lonin, po i kini, por ja që më shkruajnë për shembull. Më shkruajnë me njërë tani, që do t'jetë objekt ne do t'a verifikojmë, nëse janë të vërteta këto pjesë, kjo gjë tjetër. Për shembull, më shkruajnë që vllai i lonit, Artur Çobo, ka tega kompanitë e ka marrë 45 milion euro nga Bankers. Dhe kur dikush më thotë mua kështu, po kjo është në dosjen e timore të prokurorisë së Fierit. Pra, kompania Tea & Co ishte një nga nënkontraktorët kryesor të Bankersit dhe rezultonte në pronësi të vllajt dhe bashkëshortes së vllajt ish drejtorit të përgjithshëm të kompanisë Bankers Petroleum, Leonida Çobo. Pra, ti kem unë këto në dorë baton dhe t'ja marrë, ti kem këto para dhe 45 milion t'ja hedh vllaut. Ti ke vlla? Po të gjithë të denoncim. Një atë të afër. Ka mua se e bëra unë. Të gjithë të denoncim fillimisht e bën kinezët. Se doni të shkarkoni Leonidën dhe Leonida nuk ikte. Do më thënë e kanë për vetë ata. Kinezi ka spionuar. Nuk jetoi njeri kur bëni. Kinezi ka spionuar Leonin. Për vllaun, ja. A dëgjonte? Kinezi po letër kudo letër të hapur, por prokuroria e Fierit u kujtua në 2024 të nisë hetimin që u mbyll në 2025. Klod në 2024 më duket se ka nisë hetimi për Bankersin. Dhe vazhdon ky më shkruan mua, ka krijuar pasuritot, vila, apartamente, ka marrë dhe fonde nga ZBR. Ky vllau. Pastaj do t'i kaluar kompanisë në emër të Kunatës, e ka kaluar kompaninë. Letra e administratorëve të ri, e administrimit të ri u bë që në vitin 2019. A kupton pa na?
Letra e kinezëve u bë që në vitin 2019. Do më thënë, të fitoni dhe spionimi kinezëve nuk u morë parasysh kur. Jo, kur? Atë gjëna. E ke të botuar në të gjitha mediat. Tregimi kinezëve nuk është kur. Jo, ajo ishte indicje që ne fituam arbitrazhin. Prokuroria atë e fituam ne. Po mirë, po të hetonim ne pasaj prit se çfarë është bërë me skemën e evazionit? Ate i tha gjykata, ore, po ti thua vetë. Ti thua vetë që ky ke vjedhur. Lodi, ti si shtet shqiptar merr dieni dhe përdor për arbitrazh, por nuk e çon ta kallëzosh në prokurori? Skemën e evazionit që është bërë? Unë po them sot... Edhe pyetja lind, okej, kur ti nuk e ke parë, nuk e ke dyshuar si vepër penale në 2019 kur u bë denoncimi, çfarë të bëri të ndryshosh mendje dhe ta shohësh në 2024 të tillë? Po pra se kështu ishte ideja që donin të përzinin kinezët. Donin përzinin kinezët. Po donin sillnin dika tjetër. Ylli, di cila është të themi, më cinikja në gjithë histori, sepse kemi Alpetrolin që ka klauzola, sepse është entiteti që ka lidhur kontratën me Bankers Petroleum, ke AKBN, ka Agjenci Kombëtare të Burimeve Natyrore që është monitoruesi, ke ishtin që është inspektoriati i shtetëror teknik që shkon për inspektime dhe për të parë mënyrën se si janë shpuar puzet e naftës kur derdhet nafta, kemi inspektoriate mjedisi, pra kemi vetëm inspektoriate dhe paga që paguajmë që ne të na mbrojnë nga abuzimet e kompanive që marrin të drejta të nëntokës së shqiptarëve dhe kemi zero rezultate, sot nuk dim se çfarë është aty. Domethënë kjo është më cinike. Po kush janë ekspertët? Ku kemi na fakultet për këto gjëra ose ekspert për këto gjëra? Nuk është çështje eksperte, besoj se është vullneti politik. Çështje vullneti. Ka vullneti. Ne kemi ekspert plot. Ekspertët vetëm kanë qenë kohën e Hoxhës. Po ata janë akoma. Baton janë akoma. Baton aty dalin politikanë që kanë vjedhur. Sa aty bëhet fjalë për minimalisht 100 milionë euro në vit aty fitimi. Shiko, Baton për të kuptuar se sa e madh është Bankersi. Ministria më e madhe sot në Shqipëri tenderon diku të ka qenë Ministria e Infrastrukturës, mos gaboj vitin që shkoi, me 550 milionë euro tendera investime. Bankersi në 2011 ka pasur 600 milion dollar, që atëre ka qenë më shtrenjtë se sa ç'është euro sot. Dollari ka qenë me 120 atëre. Euro sot është me 95. Pra, Bankersi ka pasur 30% më tepër tendera atëhere se sa që ka sot Ministria me madhë. Pra për të kuptuar se sa e madhë është për masa. Pra, me kaq lek, korruptohen shumë kollaj, klasa politike, klasa mediatike, se dhe ajo është korruptuar shumë. Pra, klasa sociale, shoqëria civile, zërat, ekspertët, gjithë, sepse ka pasur shumë para. Kështu që normalisht bëj fjalë për 1.200.000 tonë. Tani për të ikur dhe për të rikthyer ndërruar të shikues, nuk është se ne zgjidhim këtë problem, kështu do vazhdojë kjo. Ju do të dëgjoni gjëra të tilla të gjitha, por lekët nuk do kthehen parat. Dhe se kjo, si te kjo 16 kaci që kalonja unë aty dhe lukuni e madhe, njerëzit që hanin, pinin, dëndërshin hoteleri e madhe të gjitha, dhe prapë kishin ata që janë penalizuar gjëja. Tani, por politika ka rëmbyer këtu sa ka mundur. Falylli, po me që po flasim, tash po mjen një informacion, si pas vendimit të arbitrazhit, Bankers du të zbres nga kostët hidrakarbure 236 milion dollar. Gjysme asaj në takon ne. Shpenzimin të viteve 2012-2017. Gjysme asaj në takon ne. Si rrjedhon shteti shqiptar duke nisur nga viti 2014, do të fitoj 50%.